تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. الله تعالى do vazhdojmë me librin e Haxhit, Kitabul Hajj, dhe jemi te kapitulli I 6, ku thot autori Ibn Abdul Hadi al-Hanbali rahimahullah, Babu Sifatil Hajj, do më thonë kapitulli forma e Haxhit. Dhe në mësimin e kaluar mësuam hadithin e gjatë të Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma, ku e përshkruan do më thonë Haxhin lamtumirës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash vazhdon autori Ibn Abdul Hadi rahimahullah me përmend hadithe tjera në lidhje me këtë kapitull, në kapitullin e formës së Haxhit. Dhe nëse e shohim hadithin e Jabir radiallahu anhu dhe kemi parasysh, atëherë këto hadithe që vijnë tash në vijim janë domethënë një shpjegim ose disa detaje domethënë që përmenden shtesë në lidhje me përshkrimit Haxhit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jemi tash te hadithi 693, ku thot autori rahimahullah, an Jabirin radiallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. Ky hadith, I cili është në Sahih Muslim, e transmeton sahabiu I nderuar Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, unë kam therr kurbanin tem këtu në këtë vend, ha huna në Mina do më thonë, dhe gjithë territori I Minës është vend për therrjen e kurbaneve. Do më thonë nuk është patjetër që me qenë therrja e kurbanit vetëm në vendin ku e ka therr pejgamberi alayhi salatu wasalam kurbanin ose kurbanet e tij. Vendi ku I ka therr pejgamberi alayhi salatu wasalam kurbanet e tij janë domethënë ose është vendi që është afër ose pranë Gjemratu Sughra. Do thonë te gjemraja ku hidhen gurët, domethënë te gjemraja e vogël. Aty domethënë afër saj I ka therr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurbanet e tij, siç e mësuam domethënë te hadithi I Jabir I pari domethënë I gjati, se ka qenë domethënë 100 kurbana. 63 I ka therr vet pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe të tjerë domethënë ja ka dhënë Aliut radiallahu anhu me I therr ato. Domethënë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, nahartuha huna wa minan kulluha manhar. Do thonë unë kam therr kurbanin tem ose kurbanet e mia këtu në këtë vend, po e tërë Mina, gjithë territori I Minës është vend domethënë për therrjen e kurbaneve. Sheikhul Islam I kohës son, Sheikh Ibn Bazi rahimahullah thot, e gjitha Mekja, në tërë territorin e Mekës domethënë mund të therret kurbani. Mund të therret domethënë kurbani, se ka ardhur në hadith domethënë se rrugicët e Mekës janë rrugë dhe vend për therrje, për therrjen domethënë e kurbaneve. Por ajo që është më e mira dhe më parsore që të jetë ose të bëhet ose të kryhet domethënë therrja e kurbanit, ditën e kurbanit domethënë, që të jetë domethënë në Mina. Po nëse ndodh që dikush e bën edhe jashtë Minës, e ka kurbanin e tij domethënë në rregull. E ka kurbanin e tij në rregull dhe këtë e ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasallam për shkakun domethënë që mos më ndodh shumë domethënë
domethënë me qenë shumë grumbullim të njerëzve në një vend, pra domethënë gjithë territori i Minës dhe po ashtu edhe të Mekës, domethënë janë vend ku mund njeriu me e therr kurbanin e tij. Prandaj dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Fanharu fi rihalikum." Therrni kurbanet e tuaja, domethënë në vendin ku qëndroni në Mina. Domethënë s'ka nevojë të vini këtu te une, ose në vendin ku e kam therr une, domethënë, po mundeni domethënë edhe ku jeni, ku qëndroni në vendqëndrimin tuaj në Mina, fanharu fi rihalikum wa waqaftu ha huna wa arafatu kulluha mawqif. Dhe une jam dalur këtu në Arafat, në këtë vend, po i tërë territori Arafatit, vendi Arafatit është vend për qëndrim. Do thonë nuk është patjetër me shku te ai mali ku quhet Jebelur Rahma, që thamë në mësimin e kaluar se ky emërtim nuk ka bazë në sunet, po njerëzit sot e kanë emërtuar domethënë si mali i Jebelur Rahma, mali i mëshirës. Edhe Shekull Islam ibn Taymiyyah rahimullah ka thënë se nuk ka asnjë farë lloj baze që njeriu të ngjitet lart atij malit. Pra domethënë nuk është patjetër që me shku njeriu te ai mali ose pranë atij malit, po në tërë territorin e Arafatit mundet haxhiu me qëndru dhe ka qëndrimin të vlefshëm. Pastaj po ashtu wa waqaftu ha huna wa jam'un kulluha mawqif. Dhe jam dalur këtu në Muzdelifa, po e tërë Muzdelifja është vend domethënë për me qëndru. Nuk është domethënë patjetër që krejt vinë në këtë pikë ku jam une. Po gjithë territori i Muzdelifës domethënë bën që njeriu me kalu natën aty. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith është domethënë argument që tregon se është e ligjshme therrja domethënë e kurbanit në tërë territorin domethënë e Minës. Në tërë territorin domethënë e Minës dhe po ashtu edhe qëndrimi në Arafat, nuk është patjetër në atë pikë me qëndru ku ka qëndruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, po në tërë territorin e Arafatit dhe po ashtu edhe Muzdalifja. El Muzdalifa dhe është quajtur këtu wa waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif. Domethënë këtu nuk përmendet Muzdalifa. Wa waqaftuha huna wa jam'un. Kjo jam'un kanë thënë dietarët shkaku pse është quajtur Muzdalifja jam'un, që do të thotë domethënë bashkim ose grumbullim. Është ose qëndron domethënë se aty bashkohen namazet. Namazi i akşami me namazin e acis. Dhe si pasojë të kësaj domethënë e ka marrë emrin Muzdalifja Jam'a. Bashkim. Domethënë me kuptimin e bashkimit të namazeve. Namazi i akşamit dhe të yacis. Kjo e bën domethënë haxhiu kur fillon nga Arafati, drejtohet në Muzdalifa dhe në Arafat e ka për akşami, por nuk e fal akşamin, drejtohet domethënë shkon në Muzdalifja. Edhe në Muzdalifa kur arrin atje te vendi ku do me qëndru, aty e fal akşamin dhe yacin të bashkuar. Siç që e shohim domethënë edhe në vim domethënë me një ezan dhe 2 ikamete. Domethënë për çdo namaz iqama. Dhe disa kanë thënë se është domethënë përshkrim Muzdalifa, emri Muzdalifa, është përshkrim për njerëzit, ose me thonë për veprat e njerëzve që e bëjnë në atë natë. Që ata bashkohen aty, wajet jezdelifun, shikon, jezdelif Muzdalifa. E njëjta fjalë, domethënë preardhjen e ka aty. Jezdelifun e yetaqarrabun, domethënë ata afrohen ose sinojnë domethënë afrim tek Allahu subhanahu wa taala. Domethënë me qëndrimin e tyre në Muzdalife domethënë ata grumbullohen aty, mblidhen aty dhe sinimi i tyre është domethënë ti afrohen Allahut subhanahu wa taala. Yarhamakallah. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah,
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة رواه مسلم. Sahabiu i nderuar Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu thot se ishte l-mut'a gjatë haxhit ose në hax e veçantë vetëm për shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu l-mut'atu është për qëllim domethënë et-tamattu. Et-tamattu domethënë forma ose lloji i haxhit domethënë et-tamattu. Që është domethënë njëra bën umrën, pastaj del njeriu plotësisht nga ihrami dhe ditën e tërujës prap hyn domethënë në ihram. Kjo është domethënë në dhe disa ose një pjesë të madhe prej dietarëve kanë pasur se kjo është lloji më i mirë i haxhit. Domethënë hax et-tamattu, që është domethënë njëra bën umrën, del nga ihrami dhe në ditën e 8 domethënë në yawm at-tarwiya prap hyn në ihram dhe e bën niyetin domethënë për me kry haxhin. Kjo si është transmetuar nga Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, apo ashtu edhe nga Umar al-Faruq radiallahu anhu dhe nga të tjerët prej sahabëve ridwanullahi alehim, se ky lloj haxhit, haxhi et-tamattu, nuk është vetëm për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por vlen domethënë për të gjithë muslimanët deri në ditën e gjykimit. Por Ebu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu thot, kanat il-mut'atu fil hajj li ashabi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam khassatan. Ishte domethënë il-mut'at et-tamattu, lloji i haxhit domethënë vetëm për shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu Ebu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu ka fol domethënë për atë që ka ditur dhe në bazë asaj që e ka njohur. Kjo është kaq. Sepse el-kemalu lillah, për sosmëria i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Por askush nuk ka thënë prej, edhe ky hadith është në Muslim, Sahih Muslim, e ka transmetuar Imam Muslimi rahimahullah në Sahihun e tij. Askush nuk ka thënë me këtë logjikën e hadadive ka gënyer. Nuk është ashtu. Është edhe për të tjerit. Pse ka thënë se është vetëm për shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam? Logjika e hadadive është kjo. Logjika hadadive është kjo, me horizont të ngushtuar. Me njëre kishin akuzu me gënjeshtër, kurse njeriu flet në bazë asaj që ka pas njohuri, dhe që ka ditur, dhe që ka kuptuar. Sipas hadadive domethënë jo, ka gëny, duhet përfundojnë, duhet kështu, duhet ashtu jo. Dietarët kur kanë shpjeguar këtë hadith kanë thënë Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu ka fol domethënë për atë që ka ditur, për atë që ka dëgjuar, për atë që ka kuptuar, radiallahu anhu. Por e vërteta është domethënë se el hajj et-tamattu, ai lloji haxhit, një umre pasaj haxhi, është domethënë në haxh që bëhet dhe vlen për gjithë ummetin deri në ditën e gjykimit. Pastaj hadithi i radhës an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma jaa ila Makkah dakhalaha min a'laha wa kharaja min asfaliha. Po ashtu është hadithi në Bukhari dhe Muslim. Tregon nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Mekë për me bo haxhin, atëherë ka hyrë nga pjesa e sipërme të saj. Kjo është sunetit, që njeriu domethënë kur vjen në Mekë për umre ose për haxh, me hy domethënë në Mekë nga hyrja e saj të sipërme. Dhe kur ka dalë, kur e ka lishuar Mekën, kur është larguar prej Mekës për në Medinë, kharaja min asfaliha, doli domethënë nga pjesa e poshtme të saj. Hadha min as-sunna, kjo është prej sunetit, që kur hyn në Mekë, hyn domethënë nga pjesa e sipërme. Kur del prej Mekës, kur e lishon Mekën, kur largohesh prej Mekës, del domethënë nga pjesa e poshtme. Edhe kjo është domethënë, por kjo është in tayassara dhalik, nëse njeriu t'i mundsohet një gjë e tillë. Po, e bën domethënë. Se ai nëse shkon me autobus ose me ndonjë taksi, edhe do shta nuk e çon rruga në atë drejtim, ose hoteli është në drejtim tjetër, ai se në thot atit, jo futu këndej andej,
e bën domethënë të lashë aty. Po, domethënë, inte yassara dhalik, nëse mundsohet njeriu një gjë e tillë, është mirë. Edhe kjo është një gjë e mirë, nëse do njeriu një herë bare në jetën e tij me praktiku, shkon për shembull në umre shpesh. Si këto vëllezërit tonë, që shkon edhe nuk na marrin neve. Domethënë, me shku më kam pi aty, që me hyn nga pjesa e sipërme, edhe pastaj me dalën nga pjesa e poshtme, ose nëse me marr domethënë një taksi tjetër ekstra, që me porosit domethënë edhe me hy domethënë se shejhu thotë Sheikh Zejdi rahimullah, pjesa e sipërme është ath-thaniyatul ula. Është një vend domethënë që quhet ath-thaniyatul ula bil batha. Bil batha, domethënë ky vendi është nga ku hyhet domethënë në Mekë nga pjesa e sipërme. Kurse është domethënë ajo pjesa e poshtme ath-thaniyatus sufla. Është vend po ashtu domethënë në Mekë, që e ka emrin ath-thaniyatus sufla, është domethënë aty del njeriu nga Mekja, nga pjesa e poshtme të saj. Dhe një gjë e tillë domethënë është mustahabun, është e pëlqyer. Nëse e bën njeriu domethënë ka shpërblim, e nëse e le domethënë nuk ka asnjë lloj domethënë përgjithësi. Pasaj hadithi i radhës, an Nafi' anna ibn Umar radiyallahu anhuma kana la yaqdamu Mekka illa bata bidhi tawa hatta yusbih ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. Nafi' radiallahu anhu wa rahima transmeton nga Abdullah ibn Umeri radiallahu anhuma se nuk ndodhte që ai me ardh në Mekë, për vetën se e kalonte natën, flente domethënë në vendin Bidhi Tuwa. Aty flente domethënë, është një vend, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, qarib min Mekka, është domethënë afër Mekës. Është një vend domethënë një, si më thon, një lagje ose para domethënë si quhet periferit Mekës domethënë, dhi Tuwa. Aty ndalesht Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, e kalonte natën, e falte sabahun, pas sabahut laheshte, dhe pasi të laheshte, domethënë, fillonte me ecë dhe me shku në Mekë. Dhe këtë e përmendte Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, se e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se është ndalë domethënë Bidhi Tuwa, e ka kalu natën aty, e ka falë sabahun, pas sabahut është lajt, dhe ka hy në Mekë gjatë ditës. Ka hy domethënë në Mekë gjatë ditës, dhe një gjë e tillë domethënë, po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është mustahab, është për veprave domethënë të pëlqyera. Nëse i mundsohet domethënë njeriu me bën një gjë e tillë. Nëse i mundsohet domethënë me bë një gjë e tillë. Pastaj hadithi i radhës, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم هما يثرب. قال المشركون إنه يقدم غدا قوم قد وهنتهم الهمى لقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا 3 أشواط ويمشوا ما بين ركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الهمى وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. متفق عليه. Këtë hadith, i cili është në Bukhari dhe Muslim, e transmeton sahabiu i nderuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, se kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, para se të vishin në Mekë, domethënë ishte si një lloj virusi në Medinë i cili u përhap. Kishin gati të virusit, domethënë etha. Dhe njerëzit mushrikët domethënë e Mekës u than njerëzve të vet se nesër do vinë një popull ose disa njerëz në Mekë, dhe ata janë dobësuar nga atë smundjen që kanë kaluar tash në Medinë. Do thonë, janë dobësuar nga si pasojë të smundjes. Atëherë,
atëherë fa gjelesu mimma jeli l'hijr. Do më thonë, atëherë kanë dash me i pa sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe janë ulur pran el hijr. El hijr është do më thonë ai rrethi të qabja, do më thonë, ku nuk guxon të hyjmë mrena ta bëjmë tavafin. E keni parasysh ku është qabja, pastaj ka një rreth. Siç e thotë edhe do shohim në vazhdim, 6 para krah është pjesa e qabës ku është do më thonë në temelet e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pastaj ajo tjetra e rrethit është do më thonë Hijr el Ismail alayhi salatu wassalam. Aty do më thonë janë ulur ata shumë afër qabës, janë pozicionu që me i pa do më thonë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të dobësuar, do më thonë, kanë mendu, kanë shpresu se vinë këta, janë dobësuar, nuk kanë do më thonë në fuqi, edhe të do më thonë një farë lloj mënyre do më thonë që me pa do më thonë, a i thoni sehire, ose si thoni ju? Ha? Do më thonë, me pa shikoni këta musliman janë dobësum, janë do më thonë, s'kanë fuqi e kështu me radhë. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi sahabët ridwanullahi alehim që në 3 rrotullimet ose xhirot e para me ecje të përshpejtuar, një lloj vrapim domethënë. Kurse kur vishin mes 2 shtyllave të Jemenit, që është domethënë shtylla e Jemenit, ata 2 shtylla se tregojnë domethënë në drejtim të Jemenit, kur vishin aty, atëherë të ecin me ecje domethënë normale. Atëherë kur pan mushrikët këtë freskim dhe këtë fuqi të sahabëve ridwanullahi alehim, mas gjitha rrugë 450 km, barakallahu fikum. Dikush me deve, dikush me kal, dikush në këmbë, e mbrin domethënë në Mekë dhe ecin me ecje të përshpejtuar ose domethënë një lloj vrapim domethënë. Kur e pan mushrikët një gjë e tillë që nuk e pritshin, atëherë i than ata njëri tjetrit, po ju këta që thuat që keni thënë domethënë se i ka dobësu ai virusi dhe ato ethet, këta janë më të fuqishëm se kaq e kaq. Atëherë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, dhe nuk e pengoj ose nuk e ndaloj pejgamberin alayhi salatu wassalam me i urdhëru sahabët ridwanullahi alehim që të vrapojnë në të gjitha rrotullimet, domethënë në 7 rrotullimet të tawafit, për vetëm se mëshira dhe kujdesin ndaj tyre. Mëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kujdesin ndaj tyre. Dhe një gjë e tillë domethënë që me ecje të përshpejtuar ose një lloj vrapim është një gjë prej sunetit. Nëse situata domethënë, sidomos në ditët e sotshëm, që ka shumë njerëz, ose qoftë ajo për umrë ose për hax. Nëse situata domethënë nuk e toleron një ecje të tillë, atëherë nuk ka nevojë me ec në atë mënyrë ose atë lloj të ecurit. Ec domethënë me ecje normale. Edhe njeriu shpërblehet biidhnillahi taala sipas niyetit që ka pas. Do thonë nuk na kërkon, edhe thotë e përmend tu Sheikh Abadi hafidhahullah, se nuk kërkohet prej teje që ta zbatojsh një sunnet e në anën tjetër të veprosh mëkate, duke i dëmtuar të tjerit. Se kur i dëmton të tjerit bën mëkat. Kët nuk e kërkon askush prej teje ose nga neve. Dhe çështja e të ecurit në mënyrë të përshpejtuar, kjo vlen vetëm për tawafin e parë kur vjen njeriu në Mekë. Nëse bën njeriu pastaj tawafe nafile, nuk ec me ecje të përshpejtuara. Kjo vlen vetëm për tawafin, domethënë kur hyn njeriu, kur mbrin në Mekë. Nëse njeriu do bën atë tawafin lamtumirës, prap një gjë e tillë nuk e bën. Do thonë kjo ecja në mënyrë të përshpejtuar vlen vetëm për tawafin kur njeriu hyn në Mekë. Pastaj ato tawafet e tjera
ec do më thonë me ecje normale, me ecje do më thonë normale. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se kjo ar-raml, do më thonë ecja të përshpejtuar, është do më thonë ecje të përshpejtuar me hapa të përafërta. Do më thonë jo hapat ti do shta ke ushtrua që ka malet e bukura, edhe tash një hap këtu, një hap atje. S'ka ardh aty me bo sport. Do më thonë me ecje, me hapa, do më thonë të përafërta. Ec njëri u shpejt, po me hapa të përafërta, si që thot do më thonë në Sheikh Zejdi rahimahullah. E kur vjen do më thonë të mes dy ruknejve, rukni Ljeman edhe rukni ku është do më thonë guri i zi, në atë pjesë do më thonë edhe në ato 3 të parët, 3 gjirot të para, ec njeriu me ecje normale. Sa e kalon gurin e zi, prap fillon me ecje të përshpejtuara. Do thonë në 3 gjirot e para. Pastaj hadithi i radhës është Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma, ku thot lem ara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yastalimu ghayra ruknayn al-yamaniyayn. Thot Abdullah ibn Umerit radiallahu anhuma, nuk e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ti prek ose me prek diçka tjetër pos 2 këndeve ose qosheve të Yemenit. Do të nuk e kam parë pejgamberin alayhi salatu wassalam me prek diçka tjetër të Qabes, për vetëm se 2 këndet ose 2 qoshet të Yemenit. Pse janë quajtur të Yemenit? Sepse tregojnë në drejtim të Yemenit. Dhe ajo është pjesa domethënë në El Junub, që është domethënë në pjesa e jugut. Është pjesa domethënë e jugut i bi, edhe tregojnë në drejtim të Yemenit. Prandaj janë quajtur domethënë në 2 kënde ose 2 qoshe ose 2 shtylla, se rrugën është shtyll, 2 shtylla do më thonë të Yemenit. Dhe ato 2 shtyllat e Yemenit janë shtylla do më thonë që qëndrojnë në temelet e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Kurse ato 2 shtyllat përpara që janë në anën tjetër, që quhen do më thonë shtyllat ose këndet ose qoshet e Shamit, sepse tregojnë në drejtimin e Shamit, ato nuk qëndrojnë në temelet e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Sepse aty është ai rrethi, gjizrethi do më thonë, që duhet me vazhdu do më thonë në ala qabja, por e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shkakun do më thonë në që e dini nga hadithi Aishës radiallahu anha. Do më thonë, Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu ma tregon se e ka pa pejgamberin alayhi salatu wassalam me I prek vetëm ato 2 këndet e Yemenit. Prekja. Te këndi I Yemenit ku nuk është guri I zi. Do më thonë ke këndi I Yemenit ku nuk është guri I zi. Do më thonë ajo është këndi para gurit zi. Ai vetëm preket. As nuk puthet, sepse kjo dallon pastaj, siç e thot këtu Sheikh Abadi hafidhahullah në shpjegimin e këtij hadithit, te këndi I Yemenit, që është këndi para këndit ku qëndron guri I zi, ai nëse të mundsohet dhe nuk shkakton dëm tek të tjerit, e prek njeriu atë. As nuk e puth, as nuk e prek me dorën e ta puthish pastaj dorën ose shkopin. Kurse te guri I zi dallon. Nëse mundesh, e puth. E nëse nuk mundesh me e puth, atëre prek me dorë, pastaj puth dorën. E nëse nuk mundesh, siç do e shohim tash në vim, me prek me dorën, e ke shkopin, ke shkop me vete, po jo shkop me I raf njerëzit. Shkop me mbështet. Atëherë, se pat çka kishte shkruar Sheikh Arafatit, kur jepet çmendurit një shkop. Çka bën ai? Bën prishja, domethënë. Domethënë, atëherë e prek me shkopin dhe e puth shkopin. E nëse nuk të mundsohet edhe kjo, atëherë domethënë bën ishara, bën domethënë isharet me dorë në drejtim të gurit zi,
dhe thot Bismillah, Allahu Akbar, edhe mjaftohet me kaq, pa me e puth dorën këtu. Dora puthet vetëm në rast nëse prekti me dorë gurin të zi. Edhe kjo do më thonë na, edhe kjo prap njeriu do me pas kujdes, jo të futet aty si disa vlezër tonë të dashur, kanë hyrë brenda aty, edhe s'kan ditë as për para as për mas. Se shikoni çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam Omerit radhiyallahu anhu, ja Omar, innaka rajulun qawiyun. Ti je burr të fuqishëm, të fortë. La tuzahim ala al-hajar. Do thonë mos bo guzhv aty, mos u shty te guri I zi. Fa tu'dhi ad-da'if. Edhe do e dëmtojsh të doptin. Fa in wajadta khalwatan fastalimhu. Nëse gjen domethënë do një shprasti, atëherë preke. Wa illa fastaqbilhu fahallil wa kabbir. E përndryshe domethënë na bo isharet drejtim të gurit zi dhe bo tekbir dhe tahlil, edhe kjo të mjafton. Kjo domethënë na të mjafton, kjo të mjafton. Pastaj hadithi radhës an Abis ibn Rabi'ata rahimahullah an Umar radiyallahu anhu أنه جعل الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. Abis ibn Rabi'a transmeton se Omeri radiallahu anhu ka ardhur te guri I zi dhe ka puth. Dhe ka thënë, unë e di se ti je një gur, as nuk bën dëm, as dobi. Sikur se mos ta kisha parë unë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ketë puthur, nuk e kisha bën një gjë e tillë, por e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, prandaj e veproj një gjë e tillë. Kjo tregon domethënë edhe hadithi I parë të Abdullah ibn Omerit radiallahu anhuma, nëse nuk lejohet domethënë prej Çabës, vetëm 2 këndet e Yemenit me I prek. Atë cilat vende janë ato të botës tjerë, domethënë që ti më shku aty në për ato teqin, apo ato tyrbe, në për ato varreza, në për ato kështu, edhe mi prek ato perdet, mi prek ato varrezat, me bo kështu, me kërko beriqet. Nëse nuk lejohet domethënë te Çabja, atëherë si është domethënë te vende të tjera. Ndalesa është edhe më e rrept. Edhe më e rrept. Ka një vend që quhet domethënë El Multazam. El Multazam është vendi midis gurit zi dhe derës të Çabës. Është vend shumë domethënë në hapësirë shumë e vogël. Domethënë El Multazam është vendi mes gurit zi dhe derës të Çabës. Ndoshta parafërsisht 1 metër e gjymës, maksimum ndoshta 2 metra është hapësira aty. Në këtë vend këtu nuk ka do një hadith sahih, po ka ardhur prej sahabëve ridwanullahi alejhim, që kanë shku në atë vend aty dhe e kanë prek Çabën kështu me durët, edhe me gjoksin domethënë ka Çabja, edhe me ftyrën, edhe janë lutur aty. Kjo domethënë, siç e thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, është e lejuar. Por prap me kushtin mos me bë domethënë aty zahma, ajo me ngarku situatën edhe me I dëmtu të tjerë. Nëse të mundësohet një gjë e tillë, atëherë bëhet domethënë, edhe lutet njeriu domethënë me lutje çka do ai domethënë. Nuk ka do një lutje të përcaktuar ose të posaçme për atë vend. Po lutet domethënë në çka do ai domethënë në prej gjënave domethënë të lejuara. Pastaj hadithi I radhës عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم. Abu Tufail radiallahu anhu transmeton se kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bërë tavafin rreth Çabës dhe e prekte rukn, do thonë shtyllën ose këndin ku ishte guri I zi, me shkopin që kishte me vete, dhe pastaj e puthte shkopin. Dhe prej kësaj kanë marrë dietarët për këtë hadith, domethënë që bën, siç e thamë te guri I zi, nëse nuk mundsohet me e puth në mënyrë drejt për drejt, atëherë prek me
dorën ose e prek me shkop dhe puth shkopin, si e ka pa këtu Ebi Tufail radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta çështje domethënë janë, ka disa sende që njeriu i kupton. E kupton urtësinë. Ka disa sende nuk e kupton. Po funditës ente abdun, ti je rob i Allahut subhanahu wa taala. Allahu ka kriju domethënë që ti ta adhurosh Allahun subhanahu wa taala. Në çfarë formë të adhurimit? Në formën që e ka përcaktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka fol nga vetvetja, nuk ka vepruar nga vetvetja, po ka vepruar domethënë me shpallje. Prandaj u ka thënë sahabëve në këtë haxhin e lamtumirës, khudhu anni manasikakum, merreni domethënë prej meje ritet e haxhit. Merreni prej meje domethënë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ritet e haxhit. Pastaj hadithi i radhës an Ya'la wa huwa ibn Umayya radiyallahu anhu قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. Abu Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bë tavafin muttabi'an me një robë, me një veshje të gjelbërt. Do thonë robën petkun që ka pas pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë tavafit ka qenë e gjelbërt. Ka qenë domethënë e gjelbërt. Dhe kjo thot Sheikh Zejdi rahimahullah se lejohet domethënë bi burdin, që do thotë domethënë ka pas një izar dhe rida, një pjesë të sipërme dhe një pjesë domethënë të poshtme. Dhe lejohet domethënë në çfarë ai izari dhe ridaja, në çfarë do lloj ngjyre domethënë për ngjyrave të lejuara, dhe ngjyra më e mirë dhe më e preferuar është ngjyra e bardhë. Po nëse s'ka njeriu për shembull si këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka bërë domethënë duke pas ridan dhe atë izaren, duke i pas domethënë të gjelbërt, ngjyrë gjelbërt, ngjyrë jeshil. Kjo barakallahu fikum ngjyra e bardhë që u përmend për Sheikh Zedit rahimullah që është ngjyra më e preferuar dhe më e mirë është për burrat, jo për gratë. Për gratë nuk lejohet domethënë të vishen me ngjyrë të bardhë, qoftë në haxh ose në umre ose jashtë haxhit dhe umres, kur duan me dal jashtë shtëpisë, kanë nevojë me shku te mjeku në pazar, kudo qoftë, ngjyra e bardhë është për burrat dhe kjo tregon domethënë ignorancë, sepse keni pa domethënë prej vendeve të ato të afër Rusisë e kështu me radh, edhe vendeve të tjera të Malezisë e kështu, që veshin ato gratë e tyre haxhi për umre që vinë me petkat bardha. Kjo nuk lejohet domethënë. Kjo nuk lejohet për gratë. Dhe çka është kjo muttabi'an, se ka bërë, domethënë thot Ya'la ibn Umayya e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me bë tavafin muttabi'an. Muttabi'an çka është? Është ajo domethënë kur fillon tavafi e njeriu domethënë në supën e djathtë të tij e zbulon. Dhe vendos atë izarin nër, domethënë nër këtu, edhe e hyp domethënë anën tjetër të supës së djathtë, së majt. Kjo është domethënë muttabi'an, që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një gjë e tillë domethënë është e ligjshme vetëm gjatë tavafit. Sa mbaron tavafin, në momentin kur njeriu e përfundon xhiron e 7, rrotullimin e 7, me një herë domethënë e mbulon supën e djathtë. Edhe keni pa ndoshta për keqardhje, disa pastaj vazhdojnë krejt umrën ose haxhin çfarë do qoftë duke e pas këtë të zbuluar. Kjo tregon domethënë ignorancë dhe mosdije dhe mosnjohuri. Po si qëndron puna nëse të kap namazi duke e bërë tavafin? Jetu e bë tavafin në xhiron e 3, në xhiron e 4, në xhiron e 7, ama la se ki përfundu dhe të kap namazi, dreka, kindia, akşam e kështu me radhë. Atëherë gjatë namazit e mbulon. Pas namazit, prap domethënë e zbulon dhe vazhdon. Po nëse se bën një gjë e tillë haron, atëherë s'ka gjë. Është një gjë domethënë e pëlqyer, mustahab. E bone, kesh problem. Nuk e bone,
s'ka asnjë farë lloj domethënë në mëkat. Prandaj domethënë këtu është ajo domethënë ajo baza, edhe kjo vlen barakallahu fikum për burrat, me zbulu domethënë në supën e ose krahun e djathtë. Burrat, jo dikush shkon me gruan e tjetër i thot hadithi është Ya'la ibn Umayya ka thonë ku pa pejgamberin alayhis salatu wassalam edhe zbuloi krahun, Allahu na rujt. Domethënë kjo vlen vetëm për burrat. Gratë duhen domethënë të jenë të mbuluara plotësisht. Pastaj hadithi i radhës an Aisha radhiyallahu anha qalet قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. Transmeton nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam është bo i ligjshëm tavafi rreth Qabes dhe po ashtu ecja me Safa dhe Merwa dhe po ashtu hedhja e gurave të xhemaratëve për me përmend Allahun subhanahu wa taala. Do thonë urtësia pse janë bërë të ligjshëm këto lëvizje dhe këto veprime është domethënë për me përkujtu Allahun subhanahu wa taala, për me bë dhikr, për me përmend Allahun subhanahu wa taala dhe për me bë dhikr Allahun subhanahu wa taala. Prandaj domethënë gjatë tavafit, edhe gjatë Safa wal Marwa dhe gjatë kur shkon njeriu domethënë me i hedh gurët e kështu me radhë, e përmend njeriu sa më shumë Allahun subhanahu wa taala. Sepse Allahu Teala i ka lavdruar ata që e përmendin dhe i bëjnë dhikr. Thot Allahu Teala, ja ejuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besuar, përmendni Allahun me përmendje të shumt. Dhe po ashtu Allahu Teala ka thënë, wadh-dhakirina Allaha kathiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Do thonë ata burra që përmendin Allahun shumë dhe ata gra që përmendin Allahun shumë, Allahu ka përgatitur për ta falje dhe shpërblim të madh. Do thonë për ata që e përmendin Allahun subhanahu wa taala shumë. Dhe përmendja nuk është vetëm gjatë haxhit, është edhe gjatë ditës të tash, domethënë, që njeriu me mësu gjuhës së tij dhe vetës së tij me përmend Allahun subhanahu wa taala. Që të laget goja jon dhe gjuha jon domethënë me përmendje të Allahun subhanahu wa taala. Allahu thot adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allahu taala ka përgatitur për ata falje dhe shpërblim domethënë të madh. Për shembull, sidomos domethënë. Edhe këtë na kanë rekomanduar edhe shujuhët në Medinë kur njeriu është duke ecur me makinën e tij. Atëherë i kap aty domethënë duhet të qëndrosh aty 10 minuta, gjysmë ore, 1 orë, 2 orë. Duhet në ecë me atë timonin. E tash këto sende janë ose këtë kohë domethënë më e mirë është koha domethënë që njeriu me përdor ose me shfrytzu duke lexu Kur'an, duke i përmendë edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe po ashtu edhe për dhikr. Se sa domethënë të angazhohesh me diçka tjetër të panevojshme dhe të kot, përmend Allahun subhanahu wa taala. Pastaj hadithi radhës an Muhammad ibn Abi Bakr al-Thaqafi annahu sa'ala Anas ibn Malik radiyallahu anhu وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. Muhammad ibn Abi Bakr al-Thaqafi e ka pyetur Enesin radhiyallahu anhu dhe ata ishin të dyja domethënë ishin tu shku nga Mina në drejtim të Arafatit. Ishin tu ecë domethënë tu lëviz prej Minës në drejtim të Arafatit. E pyeti Muhammad ibn Abi Bakr Enesin radhiyallahu anhu si vepronit ju në këtë ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si ishte veprimtaria juaj domethënë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Enesi radhiyallahu anhu i thot
kishte prej neve që e thoshin domethënë e telbia, lebejk Allahume lebejk. E disa të tjerë bëshin tekbira. Dhe askush nuk qortoheshte. Do thënë, edhe nëse e bën tekbirin njeriu, gjatë ditës së Arafatit, nuk qortohet. Sepse Enesi radiallahu anhu e thot një gjë e tillë që ka pas disa e kanë bë telbien dhe disa të tjerë kanë bë tekbir dhe askush nuk është qortuar. Por Sheikh Ibn Bazi rahimahullah thot, e telbia do thënë lebejk Allahume lebejk deri në fund, në këtë ditë, ditën e Arafatit dhe gjatë shkuarjes në Arafat dhe pastaj pas shkuarjes prej Arafatit në Muzdelifa dhe në rrugën e tij prej Muzdelifës deri në Mina, më parsorja është këtu e telbia, se sa tekbiri. Po nëse bën dikush edhe tekbirat, s'ka gjë. Ama çka është më e mirë dhe më parsore, e telbia domethënë. Sepse është domethënë prej simboleve, prej shenjave të haxhit, është për simboleve dhe shenjave të haxhit. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky ether që e transmeton Muhammed ibn Abi Bakr al-Thaqafi rahimahullah nga pyetja që ja ka bërë Enesit radhiyallahu anhu, tregon domethënë se është e ligjshme domethënë që njeriu me bë pyetje rreth fesë tek njerëzit të dijes, qoftë ajo kur janë ata në vendqëndrimin e tyre ose në udhtim. Nuk është patjetër e kushtëzuar se kishin në një farë periudhë 3 ditë para dersit ai se merrte veten, 3 ditë mas dersit, edhe s'ni bësh as pyetje as përgjigje, domethënë se merrte veten as pak, se një ditë vetëm ishte Terezit gjatë javës, kurse 6 ditë si ishte Terezi hiç, domethënë. Jo, këta burra domethënë, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që kanë udhëtuar domethënë me qindra mijë kilometra në kamp ose me deve dhe gjithë ato vështirësi, edhe në raste të tilla domethënë u janë përgjigjur njerëzve dhe kanë pranuar pyetje dhe ju janë përgjigjur edhe kur kanë qëndruar, edhe kur kanë qenë domethënë në udhtim, kur njeriu domethënë sinon, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, synimi me qenë për me mësu dhe me punu dhe me përhap dijen. Kjo është synimi e pyetjes. Jo vetëm me pyet domethënë për xhidal, me bë debate, me polemizu. Nuk është qëllimi yerhamakallah. Nuk është domethënë qëllimi i dijes të polemizosh. Qëllimi i dijes duhet me qenë synimi i dijes ta mësosh, ta zbatosh dhe pastaj ta përhapësh sipas mundësive. Jo me polemizu, barakallahu fikum. Dhe po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith po ashtu është nxitje që njeriu domethënë telbijen me e shpeshtu dhe po ashtu edhe tehlil la ilaha illallah dhe po ashtu edhe tekbir në ditën e Arafatit. Dhe kësaj m'ja bashku domethënë telbijes, tehlilit, tekbirit në ditën e Arafatit, ose gjatë ditës së Arafatit, m'ja bashku po ashtu edhe me shtu intensivitetin e duas, e lutjes dhe kërkimit të faljes nga Allahu subhanahu wa taala dhe pendimit që t'ju dhe që t'jet vetja yte domethënë si më thon inkisar, ti je domethënë i thyer domethënë domethënë jo që të mendosh ti unë ku mbo haxhin tash edhe me të kap arroganca. Jo të tregosh për ulësi. Ky ibadet dhe kjo shtyllë madhështore haxhi me të bë domethënë ti je i përulur ndaj Allahu subhanahu wa taala. E jo me tregu arrogancë, me mendu se unë kam bërë diçka tash. Ha? Modesti. Po edhe kjo, për ulje modesti, hyn në atë kuptim domethënë. Ajo inkisar domethënë që ti me të vërtet ta dervish zemrën tënde për Allahu subhanahu wa taala. A kuptoni domethënë tash se këta domethënë kuptimi i ka, që ti domethënë ajo arroganca, ajo syfaqësia, ato çështje domethënë të ulta me dal prej zemrës tënde dhe me të kuptu domethënë se ti je rob i Allahut, se Allahu është i gjithfuqishëm dhe ai ka fuqinë vetën tënde, edhe ti shpëtimi është domethënë vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është inkisar domethënë.
që të thyhet ajo egoja yte, që ti të mendojsh se ke bë diçka dhe ke vepru diçka. Kjo është domethënë, gjatë ditës Arafatit. Jo gjatë ditës Arafatit me shkojë dhe me bë foto aty, selfie. Çe ku jam? Si ai i Shkupit, ai qëndrimit, kishte shku aty në umre dhe lebejk Allahumma lebejk, edhe ishte qitë në Facebook. Ku ti përgjigjesh? I përgjigjesh Allahut ose u përgjigjesh njerëzve, me të pa njerëzit se je të shku në umra. Nëse e bën për Allahun, s'ka nevojë me tregu se ku je të shku, edhe çka je të bë. Me qit fotot. Ku ti bën lebejk Allahumma lebejk? Përgjigjem Allah, të përgjigjem. Ku ti përgjigjesh? Në Facebook i përgjigjesh? Duhet Allahut i përgjigjesh. Që të dëgjon. S'ka nevojë me qit aty. Pastaj hadithi i radhës عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نصا. Këtu Hisham ibn Urwa nga babai i tij Urwa ibn Zubair radhiyallahu anhum është pyetur Usama ibn Zeidi radhiyallahu anhuma dhe thot Urwa, unë isha, edhe kjo e tregon precizitetin do më thonë në transmetim, do më thonë kur e kanë transmetu këtë ether, ka tregu do më thonë si ka qenë edhe gjendja e tij kur e ka dëgjuar përgjigjen nga Usama ibn Zeidi. Kjo tregon precizitet do më thonë që e shton do më thonë atë aspektin e fuqisë në transmetim dhe precizitet. Edhe sot lexova diçka prej Sheikh Salah Kantush hafidhahullah që çështja është njerëzit sot për keqardhje e kanë keq kuptuar çështjen e pranimit të fjalës së një njeriu të besueshëm. Do thonë me qenë njeriu i besueshëm edhe i pranohet. Jo, nuk është ashtu. Nuk është vetëm ky kusht, domethënë në pranimin e lajmeve dhe transmetive me qenë njeriu domethënë thika. Te thika prej kushteve është që me pas ai precizitet. Se ka njerëz janë domethënë njerëz të mirë kështu, ama nuk ka precizitet. Sa ka dëgju këtu ka dalë aty për jashtë, s'din çka ka dëgju. Prej këtit nuk pranohet. Edhe pastaj thot, e kam dëgjuar Arafat Muhammedin ka thënë kështu, e kam dëgjuar filanin ka thënë kështu. Tu i ngatru vet ata kablat pastaj. Jo. Edhe thot Sheikh Salah Kantush hafidhahullah, po ta kishin zbatuar njerëzit këtë pjesë këtu domethënë që është e boptit, e precizitetit në transmetimin e lajmeve, shumë prej problemeve do ishin largu domethënë. Po jo, domethënë, njëri del aty, çish ka kuptu, e transmeton. Tjetri edhe më ndryshe, ka njerëz që janë plot domethënë për Gjermani me smundje psiqike, edhe dalin edhe transmetojnë. Ai duhet me u trajtu domethënë, ai ka nevojë për trajtim. Kurse merr guximin me transmetu. Edhe thot, i besueshëm është. Çfarë i besueshëm? Domethënë, është pyetur këtu Usama ibn Zeidi radhiyallahu anhuma si ecte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e lishoi Arafatin në drejtim të Muzdelifës. Çfarë lloj mënyre të ecjes kishte pejgamberi alaihi salatu wasalam? Atëherë thot Usama radhiyallahu anhu kana yasiru al-anaq. Ecte me ecje me butësi. Ecje të ecurit me butësi. Panxitim. Me ecje do më thonë të qetë, me butësi, panxitim. Prandaj u ka thonë do më thonë aty, aleikum bis sakina, o ju njerëz do më thonë na përmbahuni qetësisë. Fa idha wajada fajwatan nassa. E kur ngjente do më thonë do një hapësirë të lirë, përshpejtonte. Kur gjente, do një hapësirë të lirë, përshpejtonte. Kjo tregon do më thonë, që njeriu kur shkon në haç ose në umre po ashtu, me pa do më thonë larg. Shikimi me qenë larg atje, jo me qenë para hundës këtu. Edhe s'din çka je tu bë do më thonë. Me pa larg, me vëzhgu situatën, edhe nëse gjen do një hapësirë do më thonë, atëherë mundesh me përshpejtu. Nëse s'ka hapësirë, atëherë ec me ecje do më thonë të butë dhe me qetësi. Që mos me i dëmtu të tjerit.
që mos me i dëmtu domethënë në të tjerit. Pastaj hadithi i radhës عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفأ قبله وقبل حطمة الناس وكان امرأة ثبتة يقال القاسم ثبتة الثقيلة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. Transmeton këtu nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha se njëra nga bashkëshortët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sauda radiallahu anha, i ka kërkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam leje që gjatë natës në Muzdelifa në u largu për Muzdelife në drejtim të Minës. Para pejgamberit alaihi salatu wassalam dhe para se me fillu turma e madhe njerëzve me ecë nga Muzdelifa në drejtim të Minës. Edhe shkaku pse i ka kërkuar Sauda radiallahu anha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë, sepse ka qenë domethënë një gru e rëndë dhe e ngadalshme. Atëherë domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa adhina laha, i lejoi një gjë e tillë, i lejoi. Dhe doli Sauda radiallahu anha para pejgamberit alaihi salatu wasallam dhe thot Aisha radiallahu anha, kurse ne qëndruam deri në sabah me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj, pasi falam sabahut, pasi qëndruam pak edhe në Muzdelifa, atëherë vazhduam me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në drejtim të Minas. Thot Aisha radiallahu anha, sikur ti kisha kërkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam leje, sikur se i kërkoi edhe Sauda radiallahu anha, dhe me ma dhënë pejgamberi alaihi salatu wasallam këtë leje, do ishte më e dashur për mua se çdo gjë tjetër. Do ishte më e dashur për mua se çdo gjë tjetër. Pastaj ka edhe 3 hadithe që do i lexojmë tash. Është domethënë këtu meseleja dhe çështja largimi prej Muzdelifes pas mesnatës për njerëzit që kanë dobësi. Është e lejuar domethënë që nuk është patjetër për ata që kanë domethënë smundje, kanë në moshë të shtyr ose do një shkak tjetër domethënë të i justifikueshëm, atëherë bën ata domethënë me lishu Muzdelifën para domethënë me fillu turma e madhe e njerëzve që është domethënë pas faljes së sabahut. Po ata pas mesnatës domethënë fillojnë në drejtim të Minës. Dhe po ashtu siç e do shohim edhe në hadithin e radhës ose në etherin e radhës, se edhe këtu hyjnë dhe kanë këtë leje ata shoqëruesit. Për shembull, ti je shoqërues të një grupi, e shoqëron. Ti je i shnosh. Ti mundesh me qëndru deri në sabah, edhe me fal sabahun në Muzdelife. Por shkaku i ata që ti kujdesesh për ata, e keme vete nënën, babën, motrën, dikën tjetër të familjes, edhe ata kanë mundësi ose e kanë të lejuar me dal pas mesnatës, atëherë ti si shoqërues të tyre i shoqëron shkon domethënë në dhe është puna në rregull, sepse Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thaqal min jam'in bil layl. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dërgoi mua në mesin e të dobtëve prej jam'in, dhe tham jam'in është për qëllim Muzdelifja, gjatë natës. Pse? Se ka pas domethënë disa njerëz që ai i ka shoqëru, që ai domethënë i ka shoqëru. Pastaj po ashtu Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu transmeton një hadith tjetër, por ky hadith është hadith i ndërprer dhe nuk është i saktë, që është domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dërguar domethënë Abdullah ibn Abbasin dhe disa djemë të ri prej fisit ose prej fëmijëve të Abdul Muttalib.
me mushkat e tyre nga Muzdelifja në drejtim domethënë të Minës. Dhe u ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la tarmu al-jamara hatta tatlu'a ash-shams. Mos i hedhni gurët kur të mrini domethënë në Mina kur do mrini prej Muzdelife deri në Mina, kur do mrini në Mina, mos i hedhni gurët të Jamratul Aqaba derisa të lind dielli. Do thonë me prit, me lind dielli dhe pastaj domethënë me i hedh gurët të Jamratul Aqaba. Por Ibn Abdul Hadi rahimahullah, ky autori i këtij librit, që ka qenë për dietarëve të mëdhej, nga kuptimi i tij të thellë për fenë Allahut subhanahu wa taala, e ka sill menjëherë një hadith tjetër ku tregon domethënë dhe aludon se bën me i hedh gurët para fexhrit, para agimit. Se po të ishte hadithi i sakt, hadithi i Abdullah ibn Abbasit këtu, me ato djemë të ri nga Beni Abdul Muttalib, atëherë do ishte puna argument, çështja do kishte argument, po isnadi është i ndërprerë. Do thonë hadithi është i dobët. Atëherë ka sill Ibn Abdul Hadi rahimahullah hadithin e radhës an Aisha radhiyallahu anha qalet أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dërguar Salama radiallahu anha natën e kurbaneve, që ka është domethënë nata kur njerëzit qëndrojnë në Muzdelife. E ka dërguar më herët. Faramat al-jamra qabla al-fajr, dhe I ka hedh gurët e Jamratul Aqaba para fexhrit. Kjo tregon domethënë se lejohet me I hedh ata që dalin domethënë pas mesnatës. Edhe për shembull mas 2 orë ose 1 orë arrin në Mina, atëherë domethënë bën me I hedh gurët. Edhe jo vetëm kaq. Thumma madat fa afadat. Pastaj ka vazhdu dhe ka bë tawaful ifada para fexhrit. Dhe ka qenë kjo ditë që e ka bërë domethënë dita kur e ka pas rendin pejgamberi alayhi salatu wasallam me qëndru te Salama radiallahu anha. Por Sheikh Zejdi rahimullah thot këtu, po, këto hadithe aludojnë për lehtësim për ata që janë të dobët, që me dal prej Muzdelifja pas mesnatës. Dhe mi hedh gurët domethënë edhe para fexhrit. Por sa I përket ata shoqëruesit që I shoqërojnë ata, nuk bën domethënë, sipas mendimit të Sheikh Zedit rahimahullah, me I hedh gurët e Jamratul Aqaba për vetëm se pasi që lind dielli. Domethënë, shikoni dallimin. Ata që kanë dobësi bën para fexhrit. Ata që s'kan domethënë justifikim, por janë thjesht shoqërues, atëherë ata presin me lind dielli dhe pastaj domethënë I hedhin domethënë gurët. Pasaj hadithi I radhës an Ibn Mesudin radiallahu anhu qal ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam salla salatan illa limiqatiha illa salatayn salat al-maghrib wal-isha bi jam'in wa salat al-fajr yawma idhin qabla miqatiha wa fi lafdhin qabla waqtiha bi ghalas muttafaqun alayhi wal lafdhu li Muslim. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu transmeton se thot se nuk e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me fal namazet vetëm se në kohën e caktuar që ka pas namazet, çdo lloj namaz, do thonë pin sabah deri në yatsi, në kohën të caktuar. Do thonë çdo herë ka pa Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke I falur namazet, domethënë në kohë të caktuar. Për vetëm se 2 namazet thot. Për vetëm se 2 namazet, namazi I akshamit dhe yatsis në Muzdelife. Domethënë këtu të gjithë namazet I ka fal pejgamberi alayhi salatu wasallam në kohën e tij. Në kohën domethënë që ka pas namazi kur ka hyrë koha. Këtu thot kur ka qenë në Muzdelife nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Por këtu e ka për qëllim domethënë se I ka bashku. Edhe ka qenë domethënë ka hyrë koha e akshamit. Edhe ka qenë pak para yatsis, por nuk ka hyrë domethënë yatsia. Edhe atëherë domethënë I ka bashku.
akshamin me Yatsin. Dhe në atë natë, do thënë të nesërmen në Muzdalife, e ka falë, thot Abdullah ibn Mesudi, wa salla al-fajr yawma idhin qabla miqatiha. Dhe në atë ditë nesërmen, do thënë në Muzdalife, në mëngjes, e fali sabahun para kohës. Para kohës e ka falë. Thot qabla miqatiha. Sipas hadadive, gënjeve, ka thënë kështu, duhet me të pushkatu. Prandaj do më thonë është shumë rëndësi, do më thonë kuptim, me pas kuptim islam, jo kuptim perëndimor, jo kuptim hadadive, jo kuptim të bidatçive, kuptim sipas kuptimit të sahabëve ridwanullahi alejhim. Prandaj pse themi pasimi Kuranit dhe Sunetit sipas menhexhit, sipas kuptimit të selefëve, pse themi? Këtu për qëllim e ka Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu qabla miqatiha, para kohës do më thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht e ka falë fajrin. Jo që ka qenë para kohës nuk ka hy vakti i namazit të sabahut. Kjo nuk është kuptimi kështu. Po nëse lexon njeriu bukfalisht dhe vetëm aspekti gjuhësor e sheh, mendon se ka falë para se me hy vakti i sabahut. Qabla miqatiha, para kohës do më thonë, së saj. Por është për qëllim do më thonë, për shembull tash, në Saudi, në Medinë, pasi të thirret ezani për namazin e fajrit, pritet 25 minuta. Dakord? Pritet 25 minuta. E tash ndodh një ditë prej ditëve, vjen imami, mas 5 minuta sa u bo ezani, edhe fillon me fajrin. Kur dalin njerëzit jashtë, thonë e fali imami sot namazin para kohës. Para kohës do më thonë që është e zakonshme dhe dihet në atë lagje. Jo para kohës që nuk ka hy namazi. E kuptut këtë? Po si pas hadadive do më thonë kishtë thonë, ka gënjy. Se ne ishim aqe, ai nuk e fali para kohës. Ai ishte kështu, ai ishte ashtu, gënjeshtër, mashtron, kështu bon. Prandaj shikoni ky virus, ky helm të hadadive. Edhe hadithi fundit dhe natë për mbyllën bi'idhnillahi ta'ala, në Urwa ibn Mudarris, ibn Haritha, ibn Lamin, at-Ta'i, قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه إمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. Transmeton Urwa ibn Mudarris, ibn Haritha, ibn Lam, at-Ta'i, i thot se ka i erdha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Muzdalife. Ishte tu dalë domethënë për namazin e sabahut. Dhe i thash, o i dërguari i Allahut, unë kam ardhur nga dy malet e Tajjit. Nga dy malet e Tajjit, që këto dy male kanë emrin do thonë Eja wa Selma. Eja wa Selma, këto dy male do thonë të Tajjit, e kanë emrin do thonë Eja wa Selma, që është do më thonë sot në rajonin e Hail. Në rajonin e Hail, është ky vend do më thonë dhe këto male, nga aspekti geografik do më thonë, i bie do më thonë që janë në rajonin e Hail, që është një qytet sot do më thonë në Saudi, emrin e ka Hail. Thot, erdha te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ishte duke dalur do më thonë për namazin e fajrit. Por Allahut, kam ardhur për atit vendit do më thonë, e kam lodhur, e kam raskapitur kafshën time. Dhe kam raskapitur vetën time. Flasim një Abdullah këtu, 1000 kilometra i ka bo ky burr. Ti që sot me klime dhe me kondicionere dhe me pralla. Do më thonë, 1000 kilometra i ka bërë me kafshën e ti, në shkretir, në nxehtësi. Vetë ka qenë, asnjë shoqërues. Shikoni çfarë vendosmëri dhe çfarë ideal të lartë. Kur ka burra të tilla në këtë umet, ngritet umeti. Kur kanë ideale të tilla.
Nuk ngritet kjo umet me bidatçi. Nuk ngritet kjo umet me hadadi. Nuk ngritet kjo umet me burreca, nuk ngritet. Ngritet domethënë me burra si ky. Urwa ibn Mudarris ibn Haritha ibn Lamin at-Tai, radiyallahu anhu. 1000 kilometra I ka bërë. Thotë e kam raskapitur vetën time. Dhe e kam raskapitur kafshën time, po ashtu. E kam lodhur. Aklaltu rahilati wa at'abtu nafsi. Nuk kam lënë ndonjë mal, se nuk e ka ditë se si qëndron puna e haxhit, si ku qysh me qëndru. Nuk kam lënë mal kodër, për vetëm se jam gjitur mbi të dhe kam qëndru. Mas gjithë këtë lodhje, prapë I thot pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe këtë sakrifikim, fa halli min hajjin, a kam haxhin? A kam haxhin të vlefshëm? Atëri thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush qëndron ose kush e dëshmon këtë namaz me neve, namazin e fexhrit në Muzdelifa, dhe qëndron pas namazit me ne aty, derisa të lëvizim në drejtim të Minës, dhe para asaj ka qëndruar në Arafat, gjatë natës ose ditës, atër haxhi I është I plotësuar dhe ka kryer detyrën e tij. Kjo hadith është domethënë hadith shumë madhështor. Edhe Allah ja ka dhënë këtë beriqet këtij sahabiut, tregon sinqeritet të madh, që e ka bërë këtë rrugë, këtë lodhje, edhe me na transmetu neve këtë hadith. Se kjo tregon, siç e thotë Sheikhul Islam I kohës son, Sheikh Ibn Baz rahimahullah, se qëndrimi në Arafat është prej zewalit, prej zenitit, prej kohës së drekës, në ditën e Arafatit, deri në agimit të ditës së nesërme. Nëse ti në këtë periudhë, domethënë nga edhe disa kanë thënë, thotë Sheikh Ibn Baz rahimahullah, badu ahlul ilm, disa dietarë kanë thënë se qëndrimi në Arafat fillon prej fexhrit, nga sabahu ditës së Arafatit, edhe vazhdon deri në fexhrin të ditës së Kurban Bayramit. Nëse njeriu qëndron në këtë periudhë, domethënë, tazent, ama kjo është më e mira. Dhe më saktë është që njeriu dhe thotë Sheikh Ibn Baz rahimahullah, el ahwat, ajo më e sigurt është me vepru si ka vepru pejgamberi alayhi salatu wasallam, dhe ajo është prej zenitit, prej kohës së zenitit deri në perëndim të diellit, deri në akşam. Kjo ka qenë domethënë, kjo është më e mira. Po nëse dikush vjen me vonesë, si ky sahabi, 1000 kilometra I ka bë, rrugë, vet, në shkretir, në nxehtësi, edhe vjen mas akşamit, mas gjatësisë në Arafat, edhe qëndron një periudhë të caktuar aty, dhe pastaj shkon në Muzdelifa, haxhi I është I në rregull. Se mundet me kap domethënë mos me lëviz asnjë sen. Edhe vënohesh. Atëherë domethënë barakallahu fikum, qëndron edhe gjatë natës, edhe pastaj lëviz në drejtim të Muzdelifës, edhe u kry. Po nëse të ik Arafati krejt, çfarë do bësh? Ke boj hramin për haxh, ka shku Arafati, ke ardhur domethënë ditën e Kurban Bayramit ke mri. Se kjo ka qenë kohën e selefit. S'ka qenë me aeroplane, me data kështu me radhë. Je nisur domethënë ala barakatillah. Njerëz prej Andalus me anije, ka 6 muaj ditë. Për 6 muaj ditë domethënë me ardh, prandaj shumë prej dietarëve si Ibn Abdul Barr Ibn Abdul Barr al-Maliki rahimahullah, Ibn Hazm rahimahullah dhe shumë dietarë të mëdhej, Baqi ibn Makhlad sa më kujtohet rahimahullah, nuk e kanë bërë haxhin, se një ardhje 6 muaj ditë, me u kthy në shtëpi 6 muaj ditë. Barakallahu fikum. Prandaj, nëse të ik dita e Arafatit në tërësi, vjen domethënë emrin ditën e Kurban Bayramit, me ihram, e ke bërë ihramin niyetin për haxh. Atëherë, thon dietarë domethënë, nuk del prej ihramit kështu, me njëherë. E transferon në umra. E bon umrën, bon tawaf, bon sa'i bejna Safa wa Marwa, I shkurton ose I ruan flokët, edhe del prej ihramit. Se mundet me ose vënohet aeroplani, për shembull, edhe ditën e sotme anulohet fluturimi, vënesë kështu, mrin ti a ke boj ihramin. Atëherë domethënë del prej ihramit duke dal domethënë në umrë. E bon umrën, edhe mbaron puna yte. E kjo tregon domethënë që Urwa ibn Mudarris ibn Haritha ibn Lam
ibn Lamin at-Ta'i radiallahu anhu, e ka mri domethënë në gjatë natës. Ka qëndru dhe pasaj ka shku në Muzdalifet e pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe tregon domethënë se haxhi i tij ka qenë në rregull dhe i plot dhe ka kryer domethënë detyrën e tij dhe këtu shfaqet domethënë në shihet qartë se si kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe çfarë ideal të lartë kanë pas për me pasu dhe me ndjek domethënë në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.